Në këtë emision do të sjellim një takim të veçantë mes dy talentëve të vegjël. Njëri prej tyre do ta mbush skenën me zërin dhe këngën e tij, ndërsa tjetra do të na rrëfejë një histori përmes tingujve të pianos. Vërtet se aja ka lexuar shumë libra dhe i ka dosur shumë libra dhe i ka lexuar tepër dhe i ka ruajtur në shtëpi. Pianoja më pëlqen shumë sepse e kam sikur hobi dhe më pëlqen shumë me lujtë si ka tingujt e mirë.